Miq të nderuar, një përshëndetje për një ditë të bukur për juve në këtë të diel të 28 qershorit. Pra, po afrohemi fundit të qershorit dhe fillim korrikut. Është një verë nxehtë edhe këtu në Zvicër, por sot sikur moti ka ndryshuar pak dhe ka krijuar ka vranësira dhe ka freskuar pak. Ndryshe, neve ka 3-4 ditë që jemi kthyer nga dheu dhe kemi gjetur një vap të madh edhe këtu në Evropë, nga ajo që e lam edhe Kosovë. Por për juve sot dua të ndaj sa qaste me poezinë për fëmijë, pra nga libri im Gjyshi im poet dhe drita e fjalës. Duhet pak që të sensibilizoj pra leximin e librit, sepse ne duhet lexojmë më tepër dhe nga ajo që po shoh unë, sikur po zbehet leximi. Nuk e di, ndoshta qofsha i gabuar, por kam këtë përshtypje. Timin nga dheu sikur më ka krijuar pak dhe më ka dhënë përshtypjen se libri pak po lexohet, sidomos nga shtresat e rritura, shtresat e mëdha, nga mosha e madhe. Dhe kjo është për të ardhur keq. Se nëse mendojmë se i dim të gjitha, apo i dëgjojmë, i shohim në internet apo në profilet të tjera, atëre gabohemi. Libri mbetet shtylla kryesore e dijes, dhe nuk do të harrojmë. Por mbi të gjitha, unë i kisha inkurajuar brezat e ri, sidomos fëmijët tanë, që ata të lexojnë, të krijojnë kulturën e leximit, siç e kanë edhe vendet europiane. Dhe me këtë, unë dua që këto mesazhe të shkojnë atje ku duhet për të sensibilizuar leximin e librave. Unë do të lexoj 2-3 poezi nga libri im dhe besoj e shpresoj që mesazhet e mia të kapen edhe përmes vargje. Gjyshi im poet dhe drita e fjalës janë poezi për fëmijë. Gjyshi im poet dhe drita e fjalës është një përqafim me fjalën, një udhëtim i bukur për fëmijën në botën e poezisë. Libri ëndrrës, diturisë dhe vlerave të jetës. Përmes vargjeve të ngrohta, ju ftojmë të lexoni, të ndroni, të mësoni dhe ta duani vendin, familjen, miqt. Këto poezi janë një dritare që hapen drejt zemrës së fëmijës, drejt një bote më të mirë, më të bukur e më të ditur. Libri është drita që ndriçon mendjen, është qelës që hap dyert e së nesërmes. Lexo, ëndro, krijo, bëhu i ditur. Janë 100 poezi me vlera familjare për miqt, për dashuri, për atë dheun. Nxit imagjinatën, dritën, dijen, shpirtin krijues të fëmijës. Është një gjuhë pastër e vargjeve, dhe të ndjenja e mesazhet të vet. Le të fillojmë pra leximin e poezive nga e para. Qelësi i librit. Në një botë që vrapon pa ndalur kurrë, ku ekranet flasin më shumë se një njeri, një libër rri në pritje dhe plot dritë, si yll që ndriçon qiejt e s'duron vetmi. Ai nuk vërtet, nuk kërkon vëmendje, por pret me durim të hapet një faqe, dhe brenda tij fshihet një univers ku ëndra bëhet rrugë, jo veç një shfaqje. Çdo fjalë është një farë në mendjen e re, që mbin ngadalë në pyll mendimi, ku pyetjet lindin si zogj mëngjes, përgjigjet rriten në dritë rrëfimi. Libri është urë mes sot dhe nesër, mes asaj që dim dhe asaj që kërkojmë. Ai na mëson të ndihem si të tjerët në botën me zemër ta përqafojmë. Në faqet e tij jetojnë mira jetë, mbretër, fëmijë, det, hyje në qiell. Dhe çdo histori që lexon një fëmijë është një dritare që hapet me ditë. Një ditë në prill, kur pranvera flet, kujtojmë se libri është më shumë se letër. Është ai mik që nuk lodhet kurrë, një udhërrëfyes i palodhur dhe i vërtet.
Ai na mëson të shohim më thellë, jo vetëm me sy, por me mendje e shpirt. Të kuptojmë se bota nuk është e vogël, mendja jonë përgatitet të bëhet e lirë. Në një kohë shpërqendrimesh pafund, libri është i shullë në detin e zhurmës, një vend ku mendimi merr frymë lirshëm dhe zemra flet buhen e anës. Çdo fëmijë ka një qelës të artë që hap të botë të fshehur brenda, dhe ai qelës është dashuria plot lexim që ndizet si dritë në mendje e zemrës. Prandaj le të mbajmë librin pranë, si një thesar që kur nuk humbet, sepse çdo faqe që sot e lexojmë është një hap drejt një bote më të mirë për nesër. Vazhdojmë me leximin e poezisë së dytë, pra nga libri im për fëmijë, Gjyshi i Poet. Libri i hapur i gjyshit poet. Në një dhomë me ngjyra plot dritë e hare, shkronjat vallëzojnë si hyje në përre. Gjyshi i vjezëshëm, po jam pëlqi pranverë, fëmijët i mbledh rreth vetes si zogjë në një fole. Libri i hapur si dritare e madhe tregon për mbretër, për trima ideale. Vjen e ëmbël e butë ngrohtë si dielli në verë, e na çon aq larg në botra që si kemi parë. Fëmijët dëgjojnë, syt ju shkëlqejnë, si hyje të vegjël që natën ndriçojnë. Në mendjet e tyre ëndrat fluturojnë si prallat e bukura që sarrojnë. Me laps në dorë dhe letër të bardhë, secili krijon një botë të artë. Shkruajnë histori me zemër e me shpirt, ku çdo fjalë është magji dhe rresht. Mësuesja gazmore i sheh me gëzim, me syt plot dashuri e me përqafim. Ajo e di mirë në heshtje mendon, lehtësimi është qelësi që botën ndryshon. Në këtë dhomë ku drita s'ka fund, fjala e gjyshit poet, thesari më i çmuar, një thesar që rritet sa herë që lexohet nga gjithë fëmijët, vargu zero. Kemi poezinë e tretë që e kam titulluar Gjyshi i Poet Elon. Në dhomën e ngrohtë plot libra rreth nesh, gjyshi me syze lexon butëqesh. Mi preher një libër me faqe të arta, tregime dhe vargje të shpirtit. Gjyshi më lexon vargje me zërin poetik, për male për fusha plot lirik. Ai është poet me zemër si diell, si cila fjalë e tij në mend. Në jam lona mbesa me mirë, gjyshin e dëgjoj me shumë dëshirë. Në kureshtit madhe mbi libër shikoj botën e vargje pranë gjyshit. Fluturojnë mendimet si zogjë në ajër, në udhëtimet bukura që s'kan të ndalë, mbretër e dragoj në vargje i mësoj, gjyshi me poezi botën qoj. Me librin në duar dhe dashuri në zemër, gjyshi poet më mëson çdo emër, një lidhje të veçantë në të dy e kemi, mes vargjeve të bukura, bashkë një mendje jemi. Kemi një poezi tjetër, libri udhërrëfyesi i artë. Në ekranet që shkëlqejnë, koha rrjedh si lumë, por libri është dritarja që nuk të lënë gjumë. Nuk është thjesht një letër, as shkronja në radhë, është shpirti që rritet një botë e pamatë. Si ai elektriku që ndriçon qanë, libri çdo dyshim nga mendja ndan, të mëson si të flasësh, si botën të shohësh, dhe veten më mirë përmes jo. Nuk ka rëndësi ku je, në dhomë, në kopsht. Me libër në dorë, ti fluturon lart e poshtë. Nga kështjellat e vjetra të hyjet në hapësirë, ai të bën të rritur, por me zemër të lirë. Nëse kërkon thesarin që nuk u mbet kurrë,
Lexo një tregim, bëj i ditur dhe burr, se dia është drita që të ardhmen ndriçon dhe rrugën e vështirë me mençuri kalon. Ndaj mbaje fort librin si mikun më të mirë, në botën e madhe të kesh më shumë dëshirë, se kush lexon sot, nesër do të jetë ai që ndërton botën, universin e vërtetë. E pra fëmijë të dashur dhe ju miq të nderuar që na ndiqni përmes pastit tonë. Ishin to më shumë dedikime stresës më të vogël të fëmijëve, të cilët tani më po ikin në përpushime dhe edhe ata kanë nevojë të pushojnë sa pas këtyre 9 muajve që kanë mbajtur mbi shpinë çantat e tyre me plot libra dhe kanë lexuar e mësuar në shkollë. Por gjithsesi librin nuk lu të harruar. Ata duhet marrë me vete dhe gjatë pushimeve duhet lexohen lektyra sa më shumë, të mësohet që viti tjetër, pra fillim viti në shtatorin që vije, ti u gjej sa më të përgatitur, sa më të lexuar, sa më të plot. Unë ju falemnderit për kohën që ndatë me ne dhe ju uroj një ditë të bukur e pushimet të këndshme atë kësaj vere. Ditë të mbarë.